Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Jovica Andovski ka njoftuar se gjendja e të lënduarve nga zjarri në diskotekën Pulse në Koqan është relativisht stabile, por se nuk mund të dihet se si do të jetë situata në të ardhmen. A i tha se gjithsej 89 pacient janë duke u trajtuar në vend. Në kirurgjin plastike aktualisht janë 17 pacient, në toksikologji 13, në kirurgji torakale 4, në traumatologji 2, në kirurgjin pediatrike 4, në Karel 14, në spitalin e qytetit 12, në spitalin të shtatorit 18, në Shtyp 3 dhe në pulmologji 2, ose gjithsej 89 pacient janë duke u trajtuar në vend. Drejtori i klinikës së toksikologjisë Andon Qibishiev tha se në klinikën e toksikologjisë fillimisht janë pranuar 18 pacient dhe se për shkak të përkeqësimit 4 janë transferuar në klinikën e anesteziologjisë dhe reanimacionit, ndërsa 3 prej tyre do të transportohen jashtë vendit. Nga 13 që kanë mbetur në toksikologji, 4 janë në gjendje jo stabile. Nuk jemi të kënaqur, sepse përveç djegjeve të rrugëve të sipërme respiratore, kemi të bëjmë edhe me helmimin akut të rëndë me gazra të dëmshëm, sidomos me monoksid karboni. Presim që të ketë komplikime në ditët në vijim, por të gjithë jemi të lëvizshëm. Ekipet e klinikës janë përforcuar dhe mendoj se gjithçka do të jetë mirë. Drejtori i kirurgjisë digestive Ognen Kostovski tha se për momentin nuk do të ketë dalje të pacientëve dhe se edhe ata me lëndime të lehta janë ndaluar për vëzhgim, sepse edhe pas 72 orësh komplikimet ishin të mundshme. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Andonovski tha se gjithsej 76 pacient janë dërguar për trajtim jashtë vendit dhe se të fundit janë transferuar mbrëm në Kroaci, Sloveni dhe Vjen nga 2 pacient dhe 3 pacient në Athinë. Ai theksoi se janë planifikuar më shumë transferime jashtë vendit si në Poloni, Suedi, Holand, Itali, Kroaci, Norvegji dhe Sloveni. Ai gjithashtu njoftoi se nga 6 pacientët e dërguar në Ankara, 5 prej të cilëve fillimisht ishin intubuar. Gjendja e tyre shëndetësore tani është përmirësuar.